Elbasani renditet si qyteti me nivelin më të lartë të ndotjes në Shqipëri sipas raportit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Raporti i gjendjes në mjedis për vitin 2025 i publikuar nga AKM tregon se dioksidi i azotit te i kaloi limitet vetëm në qytetin e Elbasanit, ndotje e cila shkaktohet nga industria e rëndë, po ashtu në norma të larta rezultojnë ngrimcat PM10, të cilat shkaktohen nga trafiku rrugor. Ky nivel ndotjeje mund të shkaktojë ose përkeqësojë sëmundje e zemrës dhe mushkërive, si dhe lidhet me rreziqe të tjera për shëndetin. Ambientalisti Ahmet Mehmeti ngre alarmin për këtë ndotje, teksa shprehet se përgjegjësinë e sheh tek institucionet. Për PM10, për NO2, dioksidin e azotit, këto janë përsëri të larta dhe janë të dëmshme. Këto kanë të keqen e madhe sepse janë një kosto e madhe e shëndetit. Këtu nuk po punohet si duhet, qoftë nga operatorët, ata që ndotin, operatorët industrial, por edhe transporti, cilësia e karburanteve, blozat që janë këto, e veç asaj edhe makinat e vjetra. Nuk zbatohen normat, nuk vendosen sanksionet që janë parashikuar për të bërë këtë punë. Atëherë, kjo është keq qeverisje. Ndërkohë, këshilltarja e opozitës në Këshillin Bashkiak, Bianca Çopja, e konsideron raportin e gjendjes së mjedisit në Elbasan kampan alarmi, ku kosto-nevoja e njerëzit. Çopja shton se kjo situatë rrezikon boshatisjen e qytetit dhe kërcënimin e biznesit. Këmban alarmi për të gjithë qytetin dhe institucionet përgjegjëse. Por për fat të keq, ky nuk është një problem i ri për Elbasanin, por ky raport përkufizon mbi të gjitha jetën e përditshme dhe ajrin që thithin qytetarët e Elbasanit. Është e frikshme që askush nuk mban përgjegjësi, mund të themi që mund të bëhet dhe një qytet i pabanueshëm. Atëherë çfarë do të bëjnë qytetarët e Elbasanit? Veç Elbasanit, raporti paraqitet shqetësues edhe për kryeqytetin. Në Tiranë, niveli i grimcave PM10, pluhurimët që qëndron pezull në ajër dhe mund të depërtojnë rrugët e frymëmarrjes, ka te i kaluar kufit vjetor të lejuar.